Ne nuk kemi pas autoritet që të hetojmë përgjegjësit kryesor të vjedhjes së dhomës dëshmive. As nuk e keni lexuar kur dosja na I bjen? Të hetime penale jo. Në këto krejt 20 vjet I përmendet sukseset, kemi pas probleme të vazhdueshme. A cilësoni për shembull dështim edhe për Inspektoratin Policor të Kosovës, po edhe për krejt mekanizmat e tjerë të sigurisë me mbrim me gjetë se kush e ka vjedhur dhomën e dëshmive në Pejë? Tash nuk mund të them dështim për Inspektoratin Policor për shkak se në momentin kur ka ndodhur ka pas edhe institucione ndërkombëtare që kanë pas autorizime për hetime dhe hetimet penale në atë kohë janë zhvilluar prej misionit të ULEX-it dhe ne si inspektorat kemi pas vetëm autorizime për hetime disiplinore në atë kohë, për shkak se që nga viti 2010 e këtej ne kemi marrë autorizime penale dhe ne kemi pas një çështje të kufizuar në dosjen apo në investigimin e hetimin që është bërë prej autoriteteve ndërkombëtare në atë kohë. Sigurisht që kemi adresuar përgjegjësinë disiplinore me ato informacione që ne kemi pas, sa I përket rolit menaxheral që lidhet me aspektet e sigurisë të hapësirave, mirë po ne nuk kemi pas autoritet që të hetojmë përgjegjësit kryesor të vjedhjes së dhomës dëshmive dhe është një proces I cili pastaj ka kaluar sigurisht prej EULEX-it e institucionet vendore të prokuroria përkatësisht, mirë po ne nuk është që kemi pas ndonjë çështje të drejtë për drejtë në hetimin penal për shkak të kufizimeve ligjore që të trajtojmë atë në atë kohë. Po flasim për një rast që ka vitet tona, pra prej kohës prej vitit kur është vjedh dhoma e dëshmive, droga në dhomën e dëshmive në Prishtinë deri më tani, tash a keni kompetencë, a mundeni sepse tash e keni kompetencët e hetimin për shembull, çka e ndalon Inspektoratin Policor me rinis, me trajtu me zgjidhje enigmën shumë vjeçare, themi që nuk është zgjidhur asnjëherë. Këto është tash autoritetit e kompetencës për shkak se rastet që kanë ndodhur në periudhën kur IPK-ja s'ka pas autoritet, domethënë I takojnë institucioneve që në atë kohë kanë qenë përgjegjëse dhe hetimi fillestar apo hetimi që zhvillohet prej policisë apo në këtë rast nëse duhet që IPK-ja të hetoj, është zhvilluar kohë më parë dhe rasti është dërguar prokurisë. Pastaj është çështja e prokurisë dhe e gjykatave se si e trajtojnë rikthimin apo rihapjen e mundshme të një rasti varësisht prej informacioneve që mund të kenë. Sigurisht çdo rast mund të rihapet nëse vijnë informacione të reja dhe nëse ka indicie që mund të arrihet deri të dyshuarit e rastit, mirë po ne tash për shkak të kufizimeve ligjore dhe kompetencave nuk na është leju që të trajtojmë këtë rast në aspektin penal. As nuk e keni lexuar kur dosja na I bjen? Të hetime penale jo. Po flas të hetimeve penale? Jo. Për shkak se nuk kemi pas çështje, edhe kur zhvillu hetimi disiplinor ndaj pozitave përgjegjëse sa përket sigurisë së objektit, nuk na ka lejuar çështja atëherë nga prokuria e ULEX-it, për shkak se ata kanë qenë autoriteti final që kanë trajtu rastin dhe thjesht ne kemi pas bile më kujtohet atëherë ne kemi pas probleme edhe me marrë informacion që të paktën për këta zyrtar që ne po hetojmë për disiplinë, a ka dyshime që janë të dyshuar edhe në procedurën penale apo jo, domethënë edhe ky informacion nuk na është dhënë zyrtarisht në atë kohë, ne thjesht kemi vepruar mbas të asaj që në bazë të inspektimeve dhe në bazë të përgjegjësisë, detyrave dhe përgjegjësisë që kanë zyrtarët në përshkrimin e detyrave të punës dhe është trajtuar vetëm në aspekt disiplinar.